U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe më tej rrjedhën e emisionit ton, ku gjithmonë pjesa e dytë e emisioni ju kushtohet të ftuarve tanë. Kësaj radhe do flasim për festivalin Mbletëza, për fëmijë, pikërisht që mbahet për 31 vite me radhë. Këtu me mua në studio kemi zotrinë Mevaip Abdiun, organizatori i festivalit Mbletëza. Mirë se erdhët zotri Abdiu në emisionin e Ritmi i ditës. Mirë se ju gjetëm. Përshëndetje për shikuesit e servisit publik, uroj që sot të marrim informacione pak më tepër për festivalin Mbletëza, veçanërisht për publikun e qyteteve tjera jashtë Tetovës, që vitin e ardhshëm kemi fëmijë edhe nga këta qytete. Pikërisht. Mund të na thoni një herë si fillim cili është sekreti që festivali Mbletëza për 31 vite me radhë organizohet pikërisht dhe mbjeton dhe vazhdon të mbjetoj ky festival kaq vite? Sekreti është tek tradita e shqiptarëve në përgjithësi, të cilët një traditë që e kanë, domethënë, mundon ta përcjellin në gjenerata të ndryshme. Dhe kjo traditë është mbajtur deri tani dhe dëshira e madhe e prindërve dhe e fëmijëve për të kënduar në festival. Do gjithmonë kur afrohet shtatori, fillimi i vitit shkollor, fillojnë interesimet e para të fëmijëve, të prindërve, dhe ne si organizator duam, pastaj fillojmë të bëjmë organizimin e festivalit. Pikërisht, çfarë elementi ka qenë thelbësor për ruajtjen, të themi, të traditës së festivalit ndër vite? Kjo që thash edhe më herët, domethënë se dëshira e madhe e prindërve, arsimtarëve. Ajo ka qenë thelbësorja, të themi? Ajo ka qenë thelbi, domethënë që ne kemi mbajtur të traditë 31 vite, domethënë këtë vit është organizuar festivali 31. Unë si organizator organizoj festivalin Mbletëza nga viti 2007, domethënë 19 edicione deri më tani, dhe më herët ka organizuar i nderuari Bujar Tresi, i cili është edhe themeluesi i festivalit Mbletëza. Dhe pikërisht deri në këto momente janë krijuar aq shumë këngë, saqë gjithmonë na japin impuls për të vazhduar edhe në vitin e ardhshëm, pa marrë parasysh se a do të ketë financime apo nuk do të ketë financime, ne shpallim konkursin dhe vazhdon festivali. Vazhdon festivali. Si keni arritur të ruani motivimin dhe energjinë e organizimit gjatë këtyre viteve? Stafi i cili është në organizim të festivalit me kënaqësi, domethënë gjithmonë fillon nga faza e parë, përgatitjes së deri në fund, kanë kënaqësi dhe vullnet të madh kanë sepse mesazhet të cilën ne e përcjellim nëpërmjet këtij festivali është shumë i rëndësishëm, është një festival ndoshta shumë më i rëndësishëm se shumë premtime të cilët japin ata që na përfaqësojnë në pushtetet lokale dhe qendrore, sepse ti të grumbullosh në një sallë 1000 fëmijë dhe 200 fëmijë të nxjerrësh në skenë është një pasuri shumë e madhe, si për qytetin ashtu edhe për komunitetin përgjithësi. Sa keni përkrahje nga institucionet, nga përkatëse, domethënë për t'ju mbështetur pikërisht në organizimin e festivalit për fëmijët? Më shumë kemi premtime se sa përkrahje, por megjithatë, domethënë vazhdimisht është gjetur ndonjë donator i cili ka mbuluar mund të një pjesë shumë të vogël të argjimeve të festivalit, sepse çdo festival ka argjimet e saj. Ne jemi shndruar tani një festival ndërkombëtar ku na vinë prindë dhe fëmijë nga Shqipëria, nga Kosova dhe nga shtetet e tjera, dhe ku ne nuk jemi në gjendje t'u paguajmë një natë akomodim apo një darkë këtyre mysafirëve, atëherë jemi të shqetësuar. Deri tani nuk kemi arritur që të sigurojmë mjete për të akomoduar shumë më tepër mysafirë nga jashtë. Mirë, po shpresojmë që viteve të ardhshme, ashtu siç na kanë premtuar, sepse kur vinë zyrtarët në festival dhe marrin fjalën dhe bëjnë hapje solemne, premtojnë shumë. Do unë shpresoj që kësaj radhe ta mbajmë fjalën dhe vitin e ardhshëm do kemi një festival akoma më të madh, një festival që do të kemi të përfshirë edhe autor nga jashtë, po edhe mysafir nga jashtë, të cilët spaku do mund t'i akomodojmë një natë apo 2 natë në Tetovë. Në Tetovë, pikërisht. Mund të na thoni se cilat janë sfidat kryesore që kërkon organizimi një festivali të tillë për fëmijë? Sfidat kryesore në fillim janë ai stresi se sa do ketë interes për pjesëmarrje. Shkaku i asaj se ky festival organizohet në Tetovë dhe ne duam që në festival të paraqiten fëmijë të cilët për herë të parë do ta këndojnë këngën në festivalin Mbletëza, domethënë këngë të reja, pa kënduara. Dhe kur ne në një festival grumbullojmë 15 këngë të reja, pa kënduara me autor të ndryshëm, atëherë kemi kaluar sfidën kryesore.
Dhe më pas vinë selektimi i këngëve, puna e korit të fëmijëve, i cili gjithashtu është shumë i rëndësishëm, sepse kori është jo vetëm dekor në skenë, por është një përkraje shumë e madhe për këngëtarët e vegjël. Dhe sigurisht mjetet materiale gjithmonë janë sfidë, mirë po unë besoj që te kalon edhe këto nuk ka nevojë që gjithmonë të ankohemi, nuk kemi mjete, sepse ndonjëherë festivali bëhet edhe më pak me mjete, por ndonjëherë bëhet edhe më shumë. Me më shumë. A ka pasur momente kur festivali është menduar se nuk do të mbahet këtë vit? Po, gjithmonë. Çdo vit, domethënë, kjo është një dilemë. Mirë, po kur vin shtatori, momenti i paraqitjes së konkursit dhe kur fillojnë prindet e parë dhe arsimtarët e parë të shkollave të interesohen, kur do hapet konkursi, të konkurrojmë, vajza ime do të këndoj, djali im do të këndoj, ne fillojmë domethënë më njëherë vazhdojmë festivalin sepse festivali ka rreth mbi 100 detyra. 100 pika të cilat duhet realizohen dhe duhet një staf i madh, mirë, po fatkeqësisht ne nuk mund të kemi atë akomoditet që të kemi një staf shumë të madh. Kështu që i shfrytëzojmë resurset e televizionit, resurset e radios që të realizojmë festivalin. Vetëm për të mos dështuar. Ashtu e vërtet. Domethënë vetëm për mos. Mund të na thoni se cilët kanë qenë kontribuesit kryesor që e keni mbajtur deri më tani gjallë këtë festival? Viteve të fundit, Ministria për Kulturë dhe Turizëm gjithashtu ka finansuar festivalin Bledzat, jo çdo vit, mirë po, në shumicën e viteve të kaluara, 10 viteve të fundit, po ashtu edhe komuna e Tetovës. Pastaj kemi patur edhe disa kontribues të tjerë, të cilët janë kompani private, mirë po të them pa kondicion, domethënë kanë investuar një vit dhe pastaj vitin e ardhshëm nuk kanë ardhur dhe kështu me radhë, domethënë numri i donatorëve, të sponsorëve të jashtëm të kompanive private është shumë e vogël. Ose nuk e kuptojnë ato rëndësinë e festivalit, ose mendojnë që unë në qoftë se jap 1.000 euro për një festival duhet t'i kthej 10.000 euro, do të është gabim, sepse ti investon në të ardhmen, investon tek fëmijët, investon që ata fëmijët të ngelen këtu që mos shkojnë të këndojnë nëpër festivale nëpër Europë, për të këndojnë festivalet në gjuhën shqipe, siç kemi Bledzat, Ylberi, shumë festivale të tjera edhe në Kosovë dhe në Maqedoni. Dhe unë mendoj që ata duhet të jenë më human në këtë drejtim dhe veçanërisht këtu unë dua të thekë se ndërmarrjet të cilët janë ku shteti ka ende akoma përqindjet e tyre, aksionet e tyre siç janë Telekomi, Maqedonisë, kështu me radhë, dhe shumë kompani të tjera, të cilët ne kemi informacione se sponsorizojmë festivalet të ndryshme me qindra mijë euro, kurse në këtë drejtim nuk kanë sens, si duket edhe antarët e bordit shqiptar që janë për ato ndërmarrje nuk kanë sens të finansimit të kulturës shqiptare. Çfarë duhet bëhet në këtë drejtim për të ngritur vetdijen, të themi sa do pak? Sigurisht që aty vendosin ata të cilët janë të përzgjedhurit dhe ata duhet që në antarët e bordit që i kanë nëpër këto kompani të mëdha, siç është mos i përmendi tashmë emra, duhet që të kenë sensin e ndarjes së një buxheti i cili qoftë se finansohet një festival Zlato Slaveqe, tash po them edhe në një tjetër, me qindra mijë euro, spaku 1% e asaj, 25% sa jemi ne, finansohet edhe kultura shqiptare. Unë besoj që nuk do gabojnë aty, sepse tani përdorues të tyre kompanive të mëdha janë edhe fëmijët. Çdo fëmijë tani ka celular, çdo fëmijë ka, domethënë, kontribuojnë edhe ata në një çfarë. Kontribuojnë edhe ata dhe unë mendoj që duhet kjo të kthehet, sepse vetëm kështu mund të ecim përpara, vetëm kështu mund të arrisim kualitetin e festivaleve dhe në një vit të ardhshëm një festival në Maqedoni të shndrohet në një festival i cili do sjell fëmijë edhe nga Gjermania, edhe nga Europa, edhe nga shtete tjera, të bëhet një festival ndërkombëtar që të organizohet një javë radhazit, ke 2 net gjysmëfinale dhe 1 natë finale. Dhe ai festival sigurisht kërkon një skenë impozante, një skenë të Eurovisionit për fëmijë, i cili mund të realizohet në Maqedoni, sepse kështu do të afirmojmë edhe shtetin, po edhe vetveten. Sa ka ndryshuar festivali ndër vite? Nuk ka ndryshuar shumë si skemë festivali. Festivali domethënë ka përgatitje të korit 10 ditë përpara festivalit. Fëmijët domethënë mësojnë këngët, gjitha këngët të cilët janë paraqitura festival.
Dhe më pastaj do më thonë është një natë finale, ku si zakonisht të performojnë nga 15 deri në 20 fëmijë. Në festival gjithmonë zgjedhet një juri, 3 antarëshe, e cila nuk është e njëjtë çdo vit, do të thonë çdo vit ndryshohet, shkaku i asaj se ne dëshirojmë që të gjithë profesorët e muzikës, profesoreshat e muzikës të inkuadrojnë disinë e festival, të mëshirohen me festivalin që vitin e ardhshëm ata me nxënësit e tyre nëpër shkolla të nxisin që të këndojnë në festivalin. Që të marrin pjesë. Kështu që gjithmonë ka qenë kjo mënyrë e selektimit të këngëve dhe më pas sigurisht në natën finale ata bëjnë përzgjedhjen e këngëve. Më herët, domethënë, kupa kanë marrë vetëm vendet e para, të dyta edhe të treta, kurse tani kupa marrin të gjithë fëmijët, kupa marrin edhe mirënjohjen marrin të gjithë fëmijët, kupat janë të njëjta të gjitha, vetëm se do të thonë çdo çmim është i shkruar veçaveç. Dhe unë mendoj që kjo ju bën përshtypje shumë fëmijëve sepse në gjoksin e tyre në fund të festivalit të gjithë mbajnë kupa, të gjithë mbajnë mirënjohje. Për fëmijët nuk është shumë interesante, ai ka marrë vendin e para, po performanca më e mirë. Kjo ndoshta është tek prindërit e tyre prezent, por për ne është me rëndësi. Ajo që është me rëndësi që fëmijët kanë të gjithë kupa, kështu që ata janë të gjithë fitues. Të gjithëve do ju bëhet, domethënë, pas përfundimit të festivalit, do ju bëhet spot televiziv i cili do transmetohet në YouTube, në televizionin kohë dhe të gjitha media tjera të cilët dëshirojnë që të kenë në programin e tyre program për fëmijë. Si realizohet përzgjedhja e fëmijëve pjesëmarrës në festival? Si zakonisht ne pas hapjes së konkursit, domethënë është një periudhë e ardhjes së këngëve nga ana e kompozitorëve, tekstshkruesve dhe prindërve, dhe ata sjellin, domethënë ata si sjellin te ne këngët e gatshme. Dhe pastaj seleksionuesi i festivalit, që është profesoresha Lauria Ibrahimi, bashkë me ne, bëjmë selektimin e këngëve. Shumë rrallë ka pas, domethënë, raste që kemi refuzuar ndonjë këngë vetëm për shkak se nuk është realizuar teknikisht mirë, kështu me radhë. Në përgjithësi këngët pranohen gati si të gjitha, por nuk duam që të tejkalojmë numrin mbi 20 në një festival, sepse zgjatet shumë. Bë 3 orë festivali, fëmijët nuk kanë durim që të ngelin deri në fund e kështu me radhë, dhe salla është e vogël. Pikërisht, cili është të themi një kriter i veçantë artistik që duan ta kenë parasysh vitin e ardhshëm pjesëmarrësit që duan të këndojnë në festivalin Mbletëza? Sugjerimi jonë është gjithmonë që të fillojnë të bëjnë këngën nga tani, domethënë, të përgatiten për një këngë, të zgjedhin një tekst të mirë, të zgjedhin një kompozitor të mirë, i cili ngadalë do ta punojë këngën dhe në shtator, kur do të hapet konkursi, ta kenë këngën finale. Sepse unë shoh që viteve të fundit disa prind mundohen që 10 ditëshin e fundit të bëjnë këngë, dhe kur bën ti në 10 ditëshin e fundit është stresante, si për fëmijën, edhe për ne, por edhe kompozitorët, sepse edhe ata kanë punë shumë, nuk kanë mundësi që të bëjnë për 10 ditë disa këngë. Më thonë, të përgatiten më herët, të bëjnë këngë dhe në festivalin Mbletëza të konkurrojnë me këngë të re. Sepse konkursi i festivalit Mbletëza është këngë të pakënduara. Sepse vetëm të mënyrë kemi arritë që për 31 vite festivali që është mbajt, në fonotekën e festivalit Mbletëza të kemi 500 këngë për fëmijë. 500 këngë për fëmijë. Nga sa kohë zgjat procesi përgatitor nga aplikimi të themi deri tek nata finale? 3 muaj, domethënë rreth 3 muaj. Nga shtatori deri në nëntor, kur mbahet festivali, ne më herët e kemi mbajtur festivalin në javën e parë të dhjetorit. Mirë, po tani kanë ndryshuar disa kushte nga ana e Ministrisë së Kulturës dhe ne mbajmë në javën e parë të nëntorit. Kësaj radhe kemi mbajtur në javën e dytë shkaku i përsëritjes së zgjedhjeve lokale, ishim të detyruar që ta shtojmë festivalin për një javë. Për një javë, si ndikon festivali në zhvillimin artistik dhe emocional të fëmijëve? Këtu është emocioni më i madh, sepse shkari një fëmijë që del në skenë dhe performon para 1000 njerëzve në publik dhe në prapavinë e saj ka rreth 200 fëmijë në skenë, është pasuria më e madhe. Unë edhe fëmijëve edhe prindërve u them te. Sepse ju keni dikush ka një fëmijë në shtëpi dhe detyron të recitojë një vjersh para prindërve dhe ai turpurohet dhe ka emocione, kurse këtu
ne arrijmë që pa emocione një fëmijë të del në skenë, të këndoj para gjithë atij auditoriumi dhe të jetë krenare dhe ai fëmijë i cili pastaj me atë këngën do jetë gjithmonë në skenë, gjithmonë do jetë i preferuar edhe në klasën e tij, gjithmonë do jetë i preferuar dhe shoqërinë e tij dhe ata të cilët më vonë mendojnë që mund të vazhdojnë me këngë, siç kanë vazhduar shumë këngëtarë të cilët kanë kënduar më herët festivalin Blexët, mund të arrijnë domethënë një karrierë në profesionin e muzikës. Cilët janë ato artistët që i cekët ju që kanë filluar nga Bletëza dhe tani... Shpat Kasapi ka qenë fituesi festivalit Blexët në vitet 95-96. Big Mama ka kënduar festivalin Blexët, Tuna ka kënduar festivalin Blexët. Kemi artistë. Elita Ziberi ka kënduar në festivalin Blexët. Domethënë shumë këngëtarë të cilët tani më janë të njohur dhe sigurisht fëmijët të cilët kanë kënduar para 5-6 viteve dhe tani janë akoma në moshë shumë të vogël, besoj që do arrijnë do bëjnë një karrierë të mirë. Të mirë. Çfarë e veçon këtë vit festivali? Çfarë veçohet festivalit edhe një? Nuk ka pas ndonjë veçanti të rëndësishme përveç forma e skenografia ka qenë pak më ndryshe këtë vit, ka qenë pak më, se thash edhe më herët, skenografia shumë varet edhe nga mjetet materiale, sepse janë harxime shumë të mëdha. Dhe gjithmonë laramania e programit pas tërheqjes së jurisë. Ne gjithmonë mundohemi që të sjellim grupe të reja, grupe baleti, shoqëri kulturartistike të cilat kanë grupin e fëmijëve, grupin e vajzave, të shkollave nëse ka ndonjë arsimtare që ka përgatitur në një program në një klasë të klaseve të treta, të katërt e kështu me radhë, dhe këto i sjellim në skenë pas përfundimit, domethënë pas tërheqjes së jurisë, e cila është diku te 10 deri në 12 minuta, paraqiten 4-5 pika, dhe ajo që e bën të veçantë festivalin është pikërisht pjesa e tërheqjes së programit pas tërheqjes së jurisë. Përndryshe, pjesa tjetër është një shablon, gjithmonë në fillim të festivalit këndon fituesja e vitit të kaluar, e hapur festivalin, dhe më pastaj, domethënë, pas programit narrativ, kemi vazhdim me këngët konkurruese, dhe kur ata përfundojnë në këngët konkurruese, të riqet juria vazhdon programi dhe pas kthyrjes së jurisë në skenë, shpallen fituesin dhe përfundon festivalin me fituesen me kënga fituese. Me kënga fituese. A parashikoni apo ndonjë risi për vitin e ardhshëm të festivalit? Ajo që është dëshira. Keni plane, dëshira? Ajo që është dëshira dhe plani im është të realizohet një festival me 3 net. Do të thotë 2 net të jenë gjysmë finale dhe një natë finale. Keni bërë kërkesa të tilla? Kemi bërë kërkesa ne vazhdimisht, këtu janë problemet janë më tepër financiare sepse për 3 net duhet organizohet, domethënë, akomodim për ata të cilët vinë nga jashtë, për mysafirët. Duhet të jetë një ekip shumë i madh dhe argjimet janë shumë më të mëdha. Unë besoj se 3 fish nga ajo që tani mund të planifikojmë për këtë festival. Mirë po, unë besoj se ajo do jetë një hap para përgatitjes për një festival gjithkombëtar, për një festival ndërkombëtar respektivisht, ku do të cilin fëmijë edhe nga shtetet të tjera të cilët do të këndojnë në gjuhën e tyre. Mund të vijë një fëmijë nga Ukraina të këndojë në gjuhën ukrainase, apo një gjermane të këndojë në gjuhën gjermane, dhe atëherë do jetë, besoj që ky do jetë kulminacioni i festivalit Blexët, për të cilën e them tani publikisht se ne nuk mund ta bëjmë vetë, kjo do një përkrahje të fuqishme, si nga institucionet ashtu edhe nga të gjithë ata të cilët profesionistë të muzikës, siç janë kompozitorë të njohur, tekstshkrues të njohur, të cilët duhet të angazhohen, domethënë, të gjithë një ekip sigurisht rreth 20-30 vjetëve, dhe besoj që mund të realizohet, dhe ajo do jetë, unë mendoj, kulmi i festivalit të Blexës. Çfarë plani keni për ta bërë festivalin të themi edhe më të madh, përveç se kësaj pjesë ndërkombëtare që të marrin pjesë edhe me fëmijë të tjerë? Mendoni ndonjëherë, keni menduar që festivali mos të mbahet vetëm në Tetov, por edhe në qytete tjera? Apo thjesht ajo e karakterizon festivalin Blexës? Nuk është shumë me rëndësi se ku do të mbahet festivali, sepse tani edhe si është bë puna e festivalit në Maqedoni, është puna si selive partive politike. Kumanov kemi festival për fëmijë, Shkup ka festival për fëmijë, Gostivari ka festival për fëmijë, të gjitha qytetet kanë.
Struga, Dibra ka festival për fëmijë, Kërçova ka festival për fëmijë, ja për shkak pas nesër të mërkurën do jetë festivali Bilbilet e Korabit në Dibër. Do çdo qytet e ka festivalin e vet. Mirë po, fatmirësisht ne bashkëpunojmë njëra me tjetrën, kështu që gjithmonë ka fëmijë të festivaleve të tjera të cilët vinë këndojnë festivalin Blica dhe Anasjelltas. Si u prit të themi ky edicion i festivalit nga prindërit? Shumë mirë kësaj radhe. U më të se kësaj radhe kemi patur edhe shumë këngë nga Maqedonia, kemi pasur edhe kërkeset të tjera që kërkoj falje tani publikisht që nuk kemi arritur që t'i inkuadrojmë të gjitha këngët. Dhe ka qenë një interesim shumë i madh që shpresoj të vazhdoj edhe në vitet e ardhshme, sepse kur kemi këngë nga Maqedonia, nga qytetet tona, më shumë se sa nga jashtë, festivali atëherë është domethënë i plotson ato të gjitha kriteriumet të cilët i ka. Sepse nga jashtë ndonjëherë vinë këngë të cilët kanë kënduar edhe në festivalet e tjera dhe ne nuk e dim. Dhe më pas nuk kemi njohuri për ato këngë se kanë kënduar dhe pastaj vim në një situatë që këngët të cilët janë të kënduara në festivalet e tjera, edhe pse mund të jenë shumë të mira, të mos vlerësohen aq sa duhet, sepse ne vlerësojmë këngën vetëm këngë e cila është e pakënduar, këngë e cila për herë të parë prezantohet në festivalin tonë. Sa është interesimi i fëmijëve që marrin pjesë në festivalin Bletëza nga vendet tjera, konkretisht nga trojet shqiptare? Ka shumë interesim, veçanërisht nga Republika e Kosovës. Ne kemi bashkëpunim me disa autorë atje, me Drita Rudin, me Njomza Mezinin, me Aurora Balej, me tek shkruës e kështu me radhë, dhe ka interes shumë nga fëmijët të cilët janë nga qytetet apo nga shtetet tjera, ashtu edhe nga Shqipëria, ku ne kemi qenë mysafirë edhe në festivalin e Shkodrës, po është një festival të cilën organizon shteti shqiptar, është një festival me të gjitha nishanet e festivalit, dhe do ishte një ëndër e gjithë neve këtu të arrijmë domethënë nivelin e festivalit Shkodrës, por thash duhet angazhim pak më tepër edhe i organizatorëve, por edhe të gjithë institucioneve për të ardhur në një nivel të tillë. Ju i cekët bashkëpunimet që keni një bashkëpunim të shkëlqyer me Kosovën, si shkon kjo pjesa e bashkëpunimit, qoftë me shtetin e Kosovës, qoftë edhe me atë të Shqipërisë, duke u bazuar tek festivalet? Të janë vetëm bashkëpunime individuale, domethënë me prind, me kompozitor, domethënë jo bashkëpunime institucionale. Nuk janë bashkëpunime institucionale edhe pse Qeveria e Kosovës ka shprehur ndonjëherë dëshirë që mund t'ju ndihmojmë, por ne nuk ju jemi drejtuar deri më tani. Ndoshta do të presim në një moment kur do të organizojmë atë që thash pak më herë, festivalin 3 ditësh, atëherë ndoshta do të kërkojmë edhe ndihmën e qeverisë Kosovës, edhe ndihmën e qeverisë Shqipërisë, duke marrë parasysh se do ketë pjesëmarrës edhe nga shtetet e tyre këtu te na. Atëherë në fund cili do të ishte mesazhi juaj për vitin e ardhshëm, për të pikërisht për festivalin Bletëza, por edhe për fëmijët të cilët hezitojnë për marrë pjesë në festivale të tilla? Mesazhi im është që prej tani të fillojnë të mendojnë për këngën, prej tani të fillojnë të bashkëpunojnë me tekstshkrues, me kompozitor, me studio të xhirimit, të orkestrimit, që dal nga dal të kryejnë një vepër të mirë, dhe në momentin që do shpallet konkursi të vinë dhe të konkurrojnë. Dhe mos jetë synimi i vendit parë apo i vendit dytë, sepse këtë synim fëmijët nuk e kanë, po prindet e tyre, po të jetë synimi pjesëmarrja, dalja në skenë, sepse thash edhe më herët, të paraqitet një fëmijë 4-5 vjeçar në skenë para një auditoriumi 1000 vetësh, është pasuria më e madhe jo vetëm e festivalit, por edhe familjeve të tyre. Të mos fitrojmë vetë syri as pak. Ju faleminderit edhe një herë që ishit pjesë emisionit të Ritmi i Ditës, zotëri Mevaip, kështu që ju dëshiroj në të ardhmen ti realizoni të gjitha planet e juaj, ashtu si që keni në ndërmend për 3 net organizime të tilla, pse mos bëhet një festival i tillë ashtu si që ka hije. Shpresa jeton, vazhdon, sigurisht se në bashkëpunim me të gjithë institucionet, po edhe me servisin publik, po edhe me media tjera të realizojmë ide që e kemi.
Shpresojmë në të ardhmen. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për ditën e sotshme në emisionin tonë në ritmi ditës, kështu që mua nuk më ngelet gjë tjetër, përveç se të ju përshëndes dhe të ju dëshiroj një ditë të mbarë gjatë ditës së sotshme. Mirëmbëjtje, shihemi ditën e nesërme.